Nuk i pranoj dot për këto gjëra. Nuk i pranoj dot sepse unë ky jam. Ajo mund të acarohet me situata budalliqe aty për gjëra të kota, se janë gjëra të kota, themi të qashtë. Janë gjëra komplet të kota. Por unë kam aq shumë gjëra që jam i acaruar nga mëngjesi deri në darkë, edhe prapse vi këtu, qesh, bëj gallata, dal lart e poshtë, bëj jetën time normale. Ajo na mërzit neve me diçka të vogël aty sepse dola me shoqen e saj ku ta di unë budalliqet veta, edhe fillon me budalliqet aty, fillon ofendon nga mëngjesi deri në darkë. Okej, më nisim mesazh se më kërkoj falje edhe gjëra të tilla. Nuk e pranoj dot më, se më ka ndodhur më përpara që në një lidhje më kanë ofenduar, më kanë filluar me ofendime të lehta, siç ndodhi këtu tani. Ka filluar me ofendime të lehta, kanë përfunduar në ofendime të rënda dhe unë këtë gjë nuk e pranoj dot pra. Kaq. Nuk e pranoj dot. Familjarët nuk më kanë bërë asgjë, thjesht jam unë, dëgjoj pak, jam unë ai domethënë, familjarët e mi kanë kaluar diçka të rëndë, siç e kam kaluar edhe unë. Për mua është akoma më e rëndë. Për mua është akoma më e rëndë. Por nga ajo ditë unë kështu jam. Kështu jam, nuk dua toleroj asnjërin. Nuk dua toleroj. Deri dje mund të kem toleruar njerëz që më kanë shkelur, më kanë ofenduar, mund të kem bërë çfarë duan, edhe i kam falur. I kam falur prapse prap. Po mjaft, stop, nuk kam më. Stopon kjo gjë. Nuk kam ndërmend, sepse jashtë kam një jetë, kam krijuar diçka, kam krijuar një reputacionin tim. Nuk mund të dali Emi edhe të më uli mua dhe të më ofendoj mua. Nuk e fal dot pra. Nuk e fal dot për këtë lloj gjëje. Pas me kalimin e kohës? Nuk e di me kalimin e kohës. Varet si mund të sillet ose mund të reagojë ajo, nuk ja kam iden. Por për të pasur diçka, një takim nesër pas nesër ose ku ta diu me Emin, nuk bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë fare. Është komplet, domethënë, jashtë kontekstit. Unë aty po tregoj domethënë gjën që është tamam, edhe në jetë të përditshme, edhe aty brenda. Shumë veta jashtë më kanë thënë, "Ore, pse je po i njëjti person si jashtë, si brenda?" Ndrysho pak brenda më kanë thënë. Futu në pjesën e kontekstit aty brenda. I kam thënë, "Jo, unë ky jam, valla, këtë dua të shikoj njerëzit. Ky që jam unë. Jo të dalun aty, di unë të aktoroj nga mëngjesi deri në darkë, të mashtroj nga mëngjesi deri në darkë. Po nuk e bëj më, nuk dua ta bëj, ky jam unë. Ata që më njohin, e din shumë mirë se kush jam unë.